Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour, unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Deklarata e sindikatës gjykatësve thellon përplasjen me kryeministrin Edi Rama. Ai e ka quajtur këtë reagim si deklaratë një partie politike, duke shtuar me ironi se tashmë sa i ka mbetur të futet në zgjedhje. Kryeministri quan gjuhën të papranueshme dhe reagim skandaloz thjesht ndaj një deklarate të tillë publike si palë në proces. Rama shtjelloi edhe një herë me detaje pa dinë sindikatës së togave të zeza dhe se si ato duan të rrisin vetë rrogat e tyre me nga 3.000 euro në muaj. Kryeministri Edi Rama kritikoi ashpër shoqatën e gjyqtarëve për të cilët thotë se në deklaratën e së martës kanë folur si parti politike dhe jo si përfaqësues të drejtësisë. Befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vetë dhe porta duhet rri pa portier. Duke u referuar qëndrimeve të tyre publike, Rama me ironi i sugjeron regjistrimin si parti politike, sepse tashmë i kanë mbetur vetëm të futen në zgjedhje. Regjistroni si parti politike, dilni në garë, edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Edhe njëherë Rama ristolli efektin prej 37 milion eurosh që ka kërkesa e tyre në buxhetin e shtetit, ndërsa shton se po përpiqen të rrisin pagat me nga 3.000 euro në muaj. Për gjykatarin e shkallës parë, paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Për gjykatarin e apelit, paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Për pagun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. Rama thot se gjyqtarët po kërkojnë të imponohen parlamentit dhe qeverisë duke ndërhyrë në politikën e pagave, edhe pse marrin sa në Greqi, që është vend i Bashkimit Evropian, apo dyfishin e pagave që paguajnë kolegët e tyre në Maqedoninë e Veriut apo Malin e Zi, ndërsa të papranueshme cilëson kërkesën për ata gjyqtar që nuk e kanë kaluar procesin e vettingut. Ju keni vajtur gjykatën kushtetuese por t'u thënë taksapaguzëve shqiptar se edhe ata të cilët ishin korruptusit dhe gjakpirësit e sistemit të drejtësisë dhe të popullit shqiptar meritonin rritje pagash njësoj si ata që kaluan vettingun. Rama nënvizoi se shoqata e Unionit të Gjyqtarëve është e pezulluar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, sepse nuk kanë paguar detyrimet tatimore dhe kontributet shoqërore. Sindikata e gjyqtarëve drejtohet nga një grup gjykatësish që në karrierën e tyre të shkurtër kanë dënuar vetëm drejtues të qeverisë qendrore dhe lokale. Në vetëm 5 vitet e fundit ata kanë dënuar me burg nga Erjon Veliaj, Erben Ahmetaj, Lefter Koka e Vëngjush Dako, ndërsa kanë të pandehur shumë deputet, ish ministra e kryetar Bashkiet Majta. I vetmi person i cili ata i kanë lehtësuar masën është dhëndri i Sali Berishës, Jamarbër Maltezi. Shoqata e gjyqtarëve është një prej dy organizatave që pretendon se përfaqëson komunitetin e tokave të zeza krijuar pak vite më parë. Ajo sot drejtohet nga Engert Plumbi, aktualisht gjyqtari i apelit të posaçëm, i cili u përplas vite më parë me ish-ministrin Sajmir Tahiri, ku ky i fundit ishte në opozitë dhe Pëllumbi sapo dal nga magjistratura. Por pak vite më vonë ata përballen sërish këtë radhë në sallën e gjyqit ku Pëllumbi e dënon atë me 2 vite për shpërdorim detyre.
Më herët në vitin 2011, Pëllumbi dënoi me gjop deputetin e Partisë Socialiste në ato kohë në opozitë, Ermonela Felaj, e cila mbante njëkohësisht edhe postin e nënkryetarës së Kuvendit. Një tjetër çështje që ai ka gjykuar në apel ka qenë për kreun e Bashkisë së Tiranës, ku me 13 mars të këtij viti, Pëllumbi vendosi që ta lërë në qeli kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Po ashtu edhe Gert Plumbi ka rrëzuar edhe disa kërkesa të bëra nga bashkëshorti Erion Veliajt, lidhur me kontrollet e bëra, ku ka kërkuar të shpallën të paligjshme. Zëvendës kryetari i shoqatës së gjyqtarëve, pra zëvendës i Gert Plumbit, është Ardit Kuka, aktualisht gjyqtar në Tiranë. Ardit Kuka ka qenë pjesë e trupës gjykuese për dosjen 184 në vitin 2021, kur ishte në Dibër. Ai u largua nga gjykimi i dosjes 184 me kërkesë të avokatëve, sepse kishte vendosur ndarjen e dosjes dhe gjobitjen e avokatëve në mungesë. Një tjetër antar i kësaj shoqate është edhe kryetari aktual i gjykatës së posaçme Erion Bani. Ky është gjyqtari që firmosi urdhër arrestin për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajn, po ashtu edhe gjyqtari që urdhëroi SPAK që të thellonte hetimet për Ilir Beqajn. Disa urdhër arresti të tjerë mbajnë firmën e Erion Banit, konkretisht për Vangjush Dakon dhe ish zëvendës kryeministrin në Arratier Ben Ahmetajn. Erion Bani është pjesë e trupës gjykuese edhe për dosjen që vion në gjykatën e posaçme që njihet ndryshe si dosja 5D, ku goditën drejtorit e Bashkisë së Tiranës. Një tjetër dënim që mban firmën e Erion Banit është edhe dënimi për Edison Memollën, kryetari i Rogozhinës, i dënuar më burg, ndërsa çështja tashmë vion në gjykatën apelit. Elsa Ulliri, gjyqtare e gjykatës së posaçme, është një tjetër antare e shoqatës së gjyqtarëve. Elsa Ulliri është gjyqtarja që liroi nga qelia dhëndrin e Sali Berishës Jamar Bermaltezi pas 2 vitesh në arrest shtëpie. Në korrik të këtij viti, Elsa Ulliri e liroi Jamar Bermaltezin edhe nga masa e sigurisë e arrestit në shtëpi kundrejt garancisë pasurore 3 milion lekë të reja. Elsa Ulliri ka qenë edhe gjyqtarja paraprake në dosjen e sterilizimit me të akuzuar Ilir Beqajn. Gjyqtarja Elsa Ulliri kryeson dhe trupën gjykuese ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe 4 të pandehurve, ndërkohë që ka lidhje të afërta familjare me një prej ish-deputetëve të Partisë Demokratike, Andja Ullirin. Elsa Ulliri ka qenë gjyqtare edhe në seancën paraprake në ngarkim të ish-kreut të ARSH Erviz Berberi, duke lënë në masën e sigurisë së arrestit me burg. Në mars vitit 2025, Elsa Ulliri firmosi dhe kalimin për gjykim të dosjes penale në ngarkim të Plarin Drecës duke marrë pandehur. Ndërsa një tjetër çështje është ajo incineratorit të Tiranës që procesi vion. Fatri Islama është gjyqtari i shkarkuar nga Komisioni Pavar i Kualifikimit të Vetting, por që më pas në prill të vitit 2022 u rikthye në detyrë. Edhe pse në skedarët e gjykatës nuk ka dosje të bujshme ku Fatri Islama të ketë dhënë kontribut të lartë, ai mbahet mend për një vendim të marrë në vitin 2025 me firmë të tij, shembjen e shtëpie private nga Bashkia e Tiranës në zonën e 5 Majit, i kaloi prokurorisë së posaçme, duke i faturuar një tjetër dosje Erion Veliajt. Fatri Islama me origjinë nga Tropoja, një gjithashtu si njeri i afërt i familjes Berisha. Një tjetër antar e shoqatës së gjyqtarëve që kërkon rritje page është edhe Ina Hoxhaj. Nga një kërkim i thjeshtë, Ina Hoxhaj rezulton të ketë 0 përvojësi gjykatëse në çështje gjyqësore. Në procesin e Vettingut, ajo që u vure ishte deklarimi i saj pasuror, ku kishte pasur rritje nga rreth 42.000 lekë në 2014 në rreth 811.000 lekë në fund të vitit 2018. Me pak fjalë, pasuria e saj është rritur në 4 vite me rreth 19 herë më shumë. Por pavarësisht kësaj, çuditërisht Ina Hoxhaj kaloi pa problem Vettingun. Ndoshta shtesa në të ardhura mund të jetë pasojë vetëm e rrogave të rritura të drejtësisë së re, rroga që ajo kërkon t'i rrisë edhe më shumë me padinë kushtetuese. Antarja tjetër, Manjola Xhaxho, u bë e njohur për shkak të dënimit të kryebashkiakës së Durrësit Emirana Sako, duke gjobitur me 93.000 lekë. Për Valjona Haxhiren, e cila është sekretare e shoqatës së gjyqtarëve, në të gjitha kërkimet duket se ka 0 dosje apo vendimarrje, çka do thotë 0 përvojësi gjykatëse. Një tjetër antar tek shoqata e gjyqtarëve është Ervin Sulaj, dhe ai me 0 eksperiencë në dosjet gjyqësore. Aktualisht, ai është gjyqtar në Durrës, ndërsa është pjesë e magjistratëve të rinj që dolën në vitin 2018 dhe 2019. Albert Keraj ndonë se nuk ka patur në duar dosje me sfond politik, u bë i famshëm për një tjetër gjyq të bujshëm. Si gjyqtar në Shkodër u bë i njohur për një vendim të marrë për të pandehurin Ragip Gila, i akuzuar për masakrën e ndodhur në Shkodër në 8 shtator të vitin 2025. Prokuroria e Shkodrës kishte kërkuar një vit më herët, 2023, dënimin e Ragip Gilës për armbajtje dhe për drogë. Nëse kjo pretensë do të ishte pranuar nga gjykatësi Albert Keraj, Ragip Gila, i cili u identifikua më pas si autori i masakrës së 8 shtatorit në kryeqendrën e Veriut, ndoshta do të ishte në qeli dhe vrasjet mund të ishin shmangur. Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë i kërkon Kuvendit siguri më të lartë në ndërtesat e gjykatave dhe prokurorive përmes forcave policore të trajnuara. Për këtë Kuvendi duhet të bëjë ndryshime ligjore që do të përcaktojnë qartë angazhimin e uniformave blu në këto institucione të drejtësisë.
Siguri më të lartë në gjykata e prokurori me më shumë forca policie dhe të trajnuar posaçërisht për ruajtjen e sigurisë përgjatë godinave, por edhe në sallat e gjyqjeve. Këto janë kërkesat që ju pareshtruan këtë të mërkur Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimi dhe Mbikëqyrjen Institucionale që drejtohet nga Fatmir Xhafaj. Duhen forca të dedikuara. Unë s'po them forcat armatose, por forca policore të dedikuara apo punojës të trajnuar për rritjen e këtyre qëllimeve. Vendosja e shërbimeve policore në të gjitha prokurorit, minimalisht gjykojmë ne gjatë intervalit kohor, pra ora 8 deri në 16, shërbimi i cili sot kryhet nuk kryhet prej tyre, po nga shoqëritë e sigurisë fizike Liria Ngart, do të shërbente, mendoj unë, në gjykimin tim në forcimin e rendit dhe të sigurisë. Fatkeqësisht, unë ndaj këtë opinion, por fatkeqësisht mendoj që neve si popull më duket se kemi nevojë që të shikojmë edhe atë robën e policit, në mënyrë që të mund edhe të frenohemi nëse kemi ndërmend të bëjmë ndonjë veprim. Për të arritur tek përmbushja e këtyre kërkesave, kuvendi do të duhet të bëjë një ligj që rregullon mënyrën se si do të jenë prezent oficerët e policisë në gjykata e prokurori. Disa modele mund të jenë modeli gjermano-austriak, ku ka një ligj të posaçëm vetëm për trup policore apo trup të dedikuar për sigurinë në gjykata. Po flasim natyrisht për shtetet të mëdha. Mund të kemi një ligj ose sipas modelit italian dhe francez, ku një forcë e përcaktuar, karabinierëve për shembull në Itali, është dedikuar për të ruajtur godinat e gjykatave. Përgjatë 2 javëve të fundit, deputetët e këtij komisioni ishin nëpër gjykata e prokurorisë në të gjithë vendin për të parë godinat dhe për të hartuar në vijim një plan ndërhyrjeje. Dhe është kërkuar nga ata që të rikthehet dhe të jetë prezent edhe në seancat në të cilat zhvillohen qoftë edhe gjyqet civile, sepse gjyqet penale dhe me një rrezikshmëri të lartë padyshim që shoqërohen edhe me prezencë forcave të policisë. Është kërkuar sepse ata janë nisur nga praktika e tyre duke thënë që incidente ndodhin edhe mes palëve. Edhe për shkak të acarimit që mund të kenë palët, për shkak konflikteve. Ministria e Brendshme që preket nga ndryshimet e kërkuara ishte gatshme për të përmbushur kërkesat, siç tha Xhemal Qefalia, zëvendës ministër. Ervin Saliani ka bërë thirrje Sali Berishës të rikthejë partinë në binarat e opozitës normale që ofron alternativa. Saliani ka lënë të kuptohet se do të kandidojë në një nga pozicionet drejtuese të partisë, mandatet e të cilave përfundojnë në muajin shkurt. Nga fieri i humbjes së madhe të demokratëve, ai ka ngritur gishtin e akuzës ndaj drejtuesit politik të qarkut Gazmend Bardhi. Tallja e Berishës me reformën territoriale e ka një kosto të madhe bumerang. Për të vetë përjashtuarin Ervin Saliani, të vetmit që po gënjehen janë demokratët. Sa më shumë të papërgjegjshëm të jenë përballë anëtarëve, drejtuesit e partisë politike, aq më të papërgjegjshëm sillen në raport me çështjet më të rëndësishme që ka Shqipëria dhe që janë interesi demokratëve. Më vjen zor, ndiem keq. Por ja u kam thënë dhe po e them prap, ne nuk mund të bëjmë para ditë themi një gjë, mbas ditë themi një gjë tjetër. U tha për javë me radhë tani, mbas është bërë muaj që nga ajo kohë, që pjesë e komisioneve me Edi Ramën nuk marrim më pjesë, dëgjuam gjithë apo ja. Tani thonë po jemi pjesë, po nuk jemi pjesë. O zotrinj, dilni aty, propozimin ton konkret dhe pasaj Edi Rama të bëj çfarë dojë, ne nuk kemi punë me Edi Ramën. Këtë deklarat Saliani e bëri nga fieri, aty ku provohet se humbja është në proporcion të plot me zhgënjimin. Sa më e thellë para, aq më e lartë e dyta. Ndaj dhe Saliani ja faturoi si humbjen dhe zhgënjimin Gazmend Bardhit. Dhe i vendosin listat jo vetëm duke i përjashtuar demokratët, po duke përjashtuar dhe ata që dalin të parët në për lista siç ka ndodhur në Fier, dhe shohim se vendin në fund e kanë të sigurt dikush që nuk ka kontribut, që bën një 2 statuse në Facebook dhe pasaj shohim që të gjithë votuarit e Partisë Demokratike edhe sot e kësaj dite bredhin përsëri me qytetarët duke mos qenë përfaqësues të demokratëve pavarësisht se kanë marrë mira vota në përçarje. Të 2011 maj ishin në Fier, por Bardhi me humbjen hyri brenda në PD. Saliani pas burgu doli jashtë, tani për të rikthyer, edhe pse i vetë përjashtuar, ndërsa në PD zgjedhjet afrojnë, ish deputeti kërkon të garojë. Iluzionet e disa drejtuesve të Partisë Demokratike për të mos lejuar garën e brendshme shprehin mungesën e thellë të përgjegjësisë historike për sakrificat e demokratëve në 13 vite opozit. Përjashtimet imagjinare, etiketimet absurde, miqdarmisht imagjinar nuk duhet u shtohen më ndasive tona. Partia Demokratike miq nuk mund të jetë kurrë fort pa garë, pa përfaqësim, pa përgjegjësi.
Por ndaj kujt do të garoj Saliani, ndaj Berishës, ndaj Nokës apo ndaj Bardhit? Kjo mbetet në plan të dytë, se planin e parë thot se ka realizuar. Për shkak të lëvizjes tuaj dhe për shkak të mira qytetarëve që na janë mbledhur në çdo cep të Shqipërisë, Partia Demokratike ka ndryshuar. Ju i keni organizuar protestat para kryeministrisë, ju keni bërë që të ketë analizë Partia Demokratike, ju keni bërë që deputetët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike të dalin në terren, sepse Partia Demokratike ishte në gjumë dhe faza e parë e kësaj lëvizje, që ishte zgjimi i Partisë Demokratike, ka ndodhur me sukses, siç është rasti për të bërë në 10 shkurt. Më 10 shkurt është protesta e Berishës. Doktori e largon, Saliani bashkim kërkon. Në sondazhin e SN-s në ABC News, Saliani rezulton se ka gati 1/3 e mbështetjes së votuesve të Partisë Demokratike, por 2/3 tjetër e konsideron lëvizjen e tij vetëm si ambicie personale, dhe ky është testimi i madh i ish deputetit përballë demokratëve. Do të kërkoja zotit Ervin Saliani të mos të dorëzohet shantazheve, presioneve dhe joshjeve që mund t'i bëhen nga Partia Demokratike. Kryeparlamentari Niko Peleshi po zhvillon një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak ditë pas miratimit pjesëmarrjes së Shqipërisë në Bordin e Paqes si vend themelues. Gjatë takimeve të rëndësishme që ka zhvilluar, Peleshi theksoi se pjesëmarrja në këtë bord është shprehje e partneritetit të fortë strategjik të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara. 2 javë pas miratimit të pjesëmarrjes së Shqipërisë në Bordin e Paqes, një delegacion nga Parlamenti po zhvillon një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeparlamentari Niko Peleshi së bashku me deputetë të mazhorancës dhe opozitës u pritën nga kryetari i Nën-Komisionit për Europën në Komisionin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Keith Sefsi, dhe me kryetarin e Nën-Komisionit për Qeverisjen, Pete Sessions, në Kongresin Amerikan. Gjatë bisedës u rikonfirmua marrëdhënia e fortë mes dy popujve dhe mbështetja e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara në integrimet euroatlantike, por te zbatimin e reformave me në krye atë në drejtësi. Shqipëria do të jap kontributin e saj në Bordin e Paqes, ku është antare themeluese. Ndaj prioritet mbetet linjëzimi me politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nën hudhëheqjen e presidentit Donald Trump. Në takimin me Keith Sef, Peleshi vlerësoi dhe nismën e Kongresit, e cila kërkon nga Departamenti i Shtetit të raportojë mbi trajtimin e pakicave etnike nga Serbia, me fokus të veçantë tek shqiptarët e Luginës së Preshevës, ndërsa u nënvizua dhe rëndësia e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. 2 ditë më parë, ambasada amerikane në Prishtinë kritikoi mos konfirmimin e rezultateve të listës serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare, si një vendim në kundërshtim të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre dhe minim të partneritetit mes Prishtinës dhe Washingtonit. Kryeministri Edi Rama nisi sot një vizitë zyrtare në Vatikan. Kreu i qeverisë, i cili shoqërohet nga delegacioni dhe bashkëshortja, do të takohet me Papa Leonin e 14 në bibliotekën papnore të Pallatit Apostolik. Vizita do të vijojë në Bazilikën e Shën Pjetrit, ndërsa në përfundim të saj, Rama do të vizitojë vendvarimin e Papa Franceskut në Bazilikën e Santa Maria Maggiore. Siguria ushqimore mbetet një sfidë e rëndësishme e Shqipërisë për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Qeveria ka gati një paketë masash ligjore për forcimin e kontrolleve për prodhuesit, eksportuesit dhe importuesit në këtë sektor. Qeveria ka gati paketën ligjore për forcimin e kontrolleve dhe sigurisë ushqimore. Nisma është në përmbushje të rekomandimeve të Komisionit Evropian për grup kapitullin e bujqësisë, i cilësuar si më sfiduesi sa i përket negociatave për anëtarësi me Bashkimin Evropian. Na është kërkuar të përmirësojmë zbatimin e legjislacionit, forcimin e kontrollit. Ajo lidhet drejt për drejti me shëndetin e qytetarëve, me besimin e konsumatorit, ku vënd bëjmë shumë ligje, edhe sa i përket sigurisë ushqimore kemi miratuar shumë ligje, por e vërteta në territor na flet ndryshe. Edhe kjo kërkon një ndërtim të një sistemi kontrolli efektiv, transparent, edhe të mbështetur jo mbi politik, po mbi shkencë.
Në tryezën e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Ministri i Bujqësisë Andi Salla tha se prioritet mbetet rritja e kontrolleve për produktet e importit, eksportit dhe prodhimit vendas, ndërsa njoftoi se janë intensifikuar negociatat për rihapjen e fondeve për bujqësinë në kuadër të IPAR 3. 9 mars jam në Bruksel për të gjithë procesin e situatës për pjesën e IPAR-it. Kemi vazhduar me të gjitha raportet midis Ministrisë Financave, AZBR-s dhe Ministrisë së Bujqësisë për të përmbyllur të gjithë atë çfarë ne kemi për detyrë ligjore në një proces të standardizuar dhe për të vazhduar ne në shtator me hapjen e IPAR-it. Ky vit konsiderohet vendimtar për Shqipërinë, e cila duhet të parafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Qeveria synon që këtë vit të mbyll 16 kapituj në mënyrë që brenda 2027-s të përfundojë gjithë procesi teknik për të vijuar më tej me votën politike, aty ku antarësimi duhet të ratifikohet në parlamentet e 27 vendeve anëtare. Qeveria po aplikon disa programe për nxitjen e punësimit të rinjve. Kryeministri Rama thotë se 1600 të rinj, kryesisht student të shkëlqyer, janë punësuar në administratën publike, ndërsa Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion një fond prej 65 milion eurosh, i cili synon të sigurojë mundësi konkrete punësimi. Rreth 1600 të rinj janë punësuar në administratën publike. Kryeministri Edi Rama theksoi se programi kombëtar i praktikave të punës është një mundësi më shumë për të integruar të rinjt nga mosha 21 deri në 29 vjeç në tregun e punës. Dhe keni parasysh që ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Por ajo që i bën këto numra më të rëndësishëm akoma është se janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen vijimësisht dhe që kanë kapacitetin potencial që të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve të drejtorive dhe kështu me radhë. Por Shqipëria përfiton fonde dhe nga Bashkimi Evropian për integrimin e të rinjve në tregun e punës dhe aftësimin e tyre. Kreu i qeverisë u bëri thirrje të rinjve që të përfitojnë nga kjo skemë me vlerë 65 milion euro. Dhe të ofroj aftësim profesional për të rinjt, ka si qëllim të siguroj mundësi konkrete punësimi, të siguroj vazhdimin e arsimit, formimit profesional dhe të praktikave, dhe patjetër të fuqizoj pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Do t'ju sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm, është rreth 65 milion euro. Nga të dhënat rezulton se gjatë vitit që lan pas u ofruan mbi 1401 praktika në administrat, ndërkohë që rreth 250 prej të rinjve do të përfitojnë kontratë pune njëvjeçare në institucionet përkatëse. Praktikantët ndërkohë kanë marrë edhe kompensim financiar prej 10.000 lekësh në muaj për 3 muaj. Bregdeti verior në Shqipëri po tërheq vëmendjen e investitorëve të huaj dhe vendas. Revista prestigjioze Forbes thekson një test të rëndësishëm zhvillimin në Shëngjin, ku po ngrihen rezidenca e resorte. Interes për të pushuar dhe për të bler apartamente në këtë zonë të Bregdetit shqiptar po shfaqin amerikan, britanik, polak dhe çek. Jo vetëm Bregdeti i Jugut, por edhe ai i Veriut ka tërheqën vëmendjen e investitorëve të huaj e vendas. Prestigjozja Forbes i ka kushtuar një artikull të gjatë mundësive turistike që ofron Bregdeti i Shëngjinit. Sipas Forbes, Bregdeti i Shqipërisë veriore mbetet një mister për shumicën e qytetarëve jashtë rajonit. Deri në fillim të viteve 90, as shqiptarëve nuk ju lejoi që të afroheshin pranë detit, thuhet në shkrim. Ndërkohë, këto ditë qyteti bregdetar i Shëngjinit, i famshëm për perëndimet e
diellit është kthyer në një vend të njohur, kryesisht për shqiptarët nga kryeqyteti, të cilët e kanë pak më shumë se një orë larg me makinë, dhe familjet që vinë për udhëtime ditore nga Kosova fqinje pa dalje në det. Veçohet aventura në të panjohurën, ndërsa gjarpëron pak më në veri përgjatë rrugës drejt Tiranës së Hedhun, një dunë e madhe e mbuluar me pyje me pisha, prej nga rrjedh edhe emri i saj që përkthehet si rër e derdhur ose e hedhur. Tashmë një sër projektesh si resorte e rezidenca kanë nisur të realizohen në Bregdetin verior të Shqipërisë dhe interesi për to mbetet shumë i lartë. Forbes shkruan se për të i vendasve, shumë të huaj kryesisht evropian lindor si nga Polonia dhe Republika Çeke kanë shfaqur interes për të bler apartamente që kanë një vlerë deri në 200.000 euro, ndërkohë vilat që kanë çmime mbi 1 milion euro kërkesë ka pasur sidomos nga qytetarët nga Mbretëria e Bashkuar ose Shtetet e Bashkuara. Ky vend mund të jetë aktualisht një vend i panjohur, por edhe kjo do të ketë ndryshuar në 2 vitet e ardhshme, me një rrugë të re e cila e afron Tiranën për 45 minuta nga Shëngjini. Një tjetër zgjatimi i autostradës pritet të sigurojë një tjetër rrugë të shpejtë midis këtij cepi të Shqipërisë dhe Malit të Zi, një pikë nxehtë në zhvillim për kriptomilionerët që zotërojnë jahte. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni News Hour. 20 persona janë vënë pranga gjatë operacionit për ekzekutimin e 33 masave të sigurisë të lëshuara nga gjykata e Durrësit lidhur me hetimet për eksportin e 102 kontenierëve me mbetje të rrezikshme drejt Tajlandës. 13 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Masat e sigurisë janë vendosur për drejtues kompanisë turke Kurum, biznesmen të përfshirë në eksportin e mbetjeve, zyrtar dhe punonjës të doganave. 20 nga 33 urdhër arrestet lëshuara të martën nga prokuroria e Durrësit u ekzekutuan pas më shumë se një viti hetimesh për mbetje të rrezikshme të Kurum. Në mesin e urdhër arresteve të lëshuara, 7 masa janë dhënë në arrest shtëpiak, ndërsa 26 të tjera janë masa sigurimi arrest me burg. Mbetjet e rrezikshme të kompanisë së Kurum që u kthyen nga Tajlanda vijojnë të mbahen në kontenjerët e Porto Romanos, ndërsa hetimet e prokurorisë së Durrësit zbuluan shkeljet ligjit mjedisor, jo vetëm nga Kurum dhe kompania Sokolaj që bleu mbetjet, por edhe nga institucionet shtetërore, duke nisur nga Agjencia e Mjedisit, Dogana dhe Autoriteti Portual. Operacioni i Policisë së Shtetit për ekzekutimin e masave të sigurisë, nga të cilat 26 arrest me burg dhe 7 arrest shtëpie, u shtri në 3 qytete, në Tiranë, Elbasan dhe Durrës. Zyrtarisht 13 persona janë shpallur në kërkim, ndërsa forcat e policisë mundën të ekzekutojnë vetëm 20 prej masave të lëshuara. Hetimet e prokurorisë së Durrësit provuan se në qendër të skandalit mjedisor qëndrojnë kompanitë Kurum dhe Sokolaj SHPK, të cilat edhe pse ishin në dieni të plotë të rrezikshmërisë së mbetjeve, kanë kryer veprime duke fshehur llojin e vërtetë të mbetjeve, kanë falsifikuar duke shmangur detyrimet ligjore vendase dhe ndërkombëtare për trajtimin e tyre. Përveç ngarkesës së bllokuar pas alarmit të ngritur nga organizata Basel Action Network, hetimi ka zbuluar se kompania Sokolaj kishte kryer dhe 3 eksporte të tjera të mbetjeve të Kurum drejt Tajlandës në periudhën nëntor 2023 korrik 2024. 102 kontenjerët me mbetje që kishin destinacion Tajlandën u kthyen në nëntor të 2024 në vendin ton, pas dyshimeve se fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme. Sipas rezultateve të ekspertimit kryer në Itali, mbetjet i përkasin kategorisë së pluhurit të furrës elektrike, të klasifikuar si të rrezikshme nga legjislacioni shqiptar dhe ndërkombëtar dhe me përmbajtje shumë të lartë të zinkut, hekurit, shoqëruar me plumb, bakër, mangan dhe squfur. 2 vite pas vrasjes Gentian Bejtjes në Larushk të Fushkrujës, është dënuar me 24 vite burg Ilir Beqaraj, një nga autorët e ekzekutimit. Një tjetër i akuzuar për këtë atentat, Florian Plaku, po gjykohet në një proces të ndarë në gjykatën e Tiranës. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 24 vite burg Ilir Beqarajn, i akuzuar si autor i vrasjes së Gentian Bejtjes në Larushk të Fushkrujës. Beqaraj akuzohet për vrasje me paramendim, mbajtje pa leje armëve dhe falsifikim apo përdorimi dokumenteve të falsifikuara. I pandehur për këtë ngjarje është edhe Edison Haxhiu, i dënuar më parë me 2 vite burg si dhe Florian Plaku, i arrestuar verën e kaluar në Vlorë dhe që po gjykohet i ndarë. Sipas hetimeve, Beqaraj dhe Plaku kanë kryer vrasjen në bashkëpunim, ndërsa Haxhiu ka siguruar kushtet për ekzekutimin e tij. Krimi dyshohet të ketë qenë i porositur nga subjekte kriminale jashtë vendit në konflikt me Bejtjan. Sipas dosjes hetimore, ka rezultuar se personat e armatosur, pasi kanë kaluar rrethimin e jashtëm të banesës së Gentian Bejtjes, kanë hyrë brenda oborrit dhe kanë qelluar disa herë me armë zjarri, ku si pasojë të shtënave ka gjetur vdekjen e menjëhershme.
Pak minuta pas ngjarjes në rrugën Dytësore në Fushkruj, u gjeti djegur një automjet tip Land Rover, që është përdorur nga autorët në vend ngjarje. Nga provat e administruara, ka rezultuar si Ilir Beqaraj në kohë të ndryshme përpara kësaj ngjarje me mjetin e tij, ka qenë në afërsi të vendit ku ndodhet banesa e Betjas, gjë që provohet nga kthyrja e GPS të automjetit të cilin e kishte marrë me qira. Viktima i kishte shpëtuar disa atentateve më herët, ndërsa me 4 korrik të vitit 2023 ju vra kunati në atentat në banesën e Betjas. Një qendër për ruajtjen e të dhënave po ngrihet në Tiranë. Investimi në vlerë rreth 100 milionë euro do të realizohet nga një kompani izraelite me përvojë të gjerë në fushën kibernetike. Izraeli ndihmoi Shqipërinë dhe 3 vjet më parë pas sulmit të rënd hakrave iranian në sistemin tonë të dhënave. Izraeli dhe Shqipëria po thellojnë bashkëpunimin ekonomik me një investim strategjik për 100 milionë eurosh në sektorin e teknologjisë. Një kompani izraelite do ndërtojë në Tiranë një qendër të madhe të të dhënave. Qendra do bazohet në procesor grafik të teknologjisë Nvidia dhe do ketë një kapacitet fillestar prej 32 megawatësh me mundësi zgjerimi deri në 100 megawatt. Investimi po realizohet nga kompania izraelite ADC në bashkëpronësi të Happy Technologies dhe kompanisë konsulente DIT. Si projekt qeveritar, një vendi antar i të NATO-s dhe kandidat për Bashkimin Evropian, investimi ka përfituar procedurat përshpejtuara. Leja e ndërtimit është dhënë brenda 60 ditëve, ndërsa objekti po ndërtohet në një sipërfaqe prej 4.5 hektarësh tokë shtetërore në zonën e lirë ekonomike Teda në perëndim të Tiranës. Qendra do furnizohet me energji të gjelbër, ndërsa infrastruktura energjetike dhe komunikimit është ndërtuar paraprakisht. Në aspektin financiar, ADC ka siguruar kredi nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, e cila mbulon 75% të kostos totale të projektit. Edhe pse ndërtimi nuk ka përfunduar ende, qendra ka siguruar tashmë 3 klientë më dhej, një kompani shqiptare të teknologjisë, një kompani gjermane të ruajtjes së të dhënave dhe një institucion qeveritar shqiptar, identiteti i të cilit mbetet konfidencial. Investimi vjen pas forcimit të ndjeshëm të marrëdhënieve mes Izraelit dhe Shqipërisë përgjatë 2 viteve të fundit, veçanërisht pas sulmit kibernetik iranian ndaj vendit tonë në 2022, pas të cilit Shqipëria nisi të përdorë teknologjinë izraelite të sigurisë për mbrojtjen e institucioneve shtetërore dhe subjekteve private. Gjatë luftës, raportet mes dy vendeve u ngrohën edhe më tej, ndërsa Shqipëria u dallua si një nga aleatet më të afërta të Izraelit në Europë. Kryeministri shqiptar Edi Rama vizitoi Izraelin në kulmin e luftimeve dhe në fjalimin e tij në OKB dënoi Hamasin dhe mbajti simbolin e verdh në mbështetje të lirimit të pengjeve. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni dhe të njiheni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valveve të radios në 105 FM. Vetëm pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi me Faqa 4. Faleminderit për vëmendjen.